Në fillim kisha dëshiruar të paraqis një kronik të shkurtër të sakrificës së shqiptarëve në Maqedoni për flamurin tonë kombëtar. Në fakt, bëhet fjalë për një krizë e cila nuk është prej dje ose prej sot, por është një krizë e cila zgjat në mënyrë permanente që më herët. Pasi temë diskutimi është janë ngjarjet e fundit, them se forca e përdorur për të hek flamurin ose flamujt nuk korrespondon me rrezikun i cili eventualisht do t'i kanë ose qoftë sovranitetit, qoftë integritetit territorial të Maqedonisë. Pra, bindja ime është se bëhet fjalë për demonstrim të forcës në funksion të friksimit të popullatës shqiptare. Shti shpjegime tjera nuk mund të ketë posë të thellomi bashkarisht në analizën përse pat nevojë qeveria Maqedonisë të intervenojë në Gostivar kaq brutalisht. Nuk ka pas as pretekst juridik, po do thosha nuk ka pas as pretekst politik. Pretekst juridik nuk ka pas për shkak se me vetë miratimin e ligjit në Parlamentin e Maqedonisë legalizoi flamuri dhe se ata deshten me këte të plotësojnë një zbrazëtir në legjitimimin moral dhe politik të një partie politike dhe për bërë kryesisht nga ish komunistët dhe strukturat e vjetra që me gabimet e shumta në planin ekonomik nacional ndërkombëtar e kështu me radhë humbi peshën e vetë politike në Maqedoni dhe ndërmori këto hapa që i ndërmori. Them nuk ka pretekst juridik për shkak se edhe kur u vë flamuri aty, ekzistonte një ligj i miratuar në vitin 1973 që lejonte përdorimin e flamujve të nacionaliteteve si thuaj atëherë. 1989 kur arrin kulminacionin fatkeqësia e shqiptarëve në Jugosllavi, kur abrogua ligji ose kur suprimua autonomia e Kosovës, është pra vit karakteristik për fatin e shqiptarëve në Jugosllavi. U morë vendimi politik që të abrogohet edhe ligji për përdorimin e flamujve, mirë po nuk u nxor ligji i ri. Ndërkaq që në sistemin juridik të Maqedoni nuk ekziston një harmonizim i ligjeve me kushtetutën, shumë ligje ende nuk janë nxjerr, nuk ishte nxjerr edhe ligji për përdorimin e flamujve, domethënë ishte në fuqi ligji më parë në vitin 1973. Qeveria e Maqedonisë e shfrytëzoi këtë që ta rikthej pra legitimitetin e humbur politik të një partie politike të strukturave të vjetra të sistemit, që duke i ndëshkuar shqiptarët të manifestohet sërish një forcë politike që di se si të merret me ta, di si të disciplinojë shqiptarët, veçmas kur merret parasysh pozita e rëndë në Shqipëri, ata e shfrytëzojnë atë rast dhe pozita e rëndë të shqiptarëve në Kosovë. Në vit të këtyre pohimeve dëshiroj të theksoj se ka dhe një prapasken tjetër kjo për shkak se lejen për një intervenim të këtij ka të ngjarë se kryeministri i Maqedonisë Crvenkovski mori edhe në Beograd për shkak se për tyre mori edhe garancën, po që se situata del jashtë kontrollit do ta kenë ndihmësen dhe të strukturave represive serbe. Informatat tona precize nga tereni tregojnë se në kazermën e Tetovës kanë qenë edhe autobusa me regjistrim të Prishtinës, pra të kazermave të Prishtinës, po ashtu sipas dialogut që është përdorur gjatë intervenimit të policisë, janë dëgjuar shumë serbizma, policët kanë folë serbisht e kështu me radhë. Dëshiroj po ashtu të nënvizoj një pojim tjetër se me këtë përfundimisht vetëdijsohemi, ne duhet të vetëdijsohemi se kundër vetes kemi një forcë armiqësore që asnjëherë nuk e ndron politikën e vendeve shqiptarëve dhe gjithnjë shfrytëzon pretekstin më të vogël të ndëshkojë shqiptarët.
Nga ky pësim do të nxjerrë një mësim i madh kombëtar se ne nuk mund të lejojmë ma të vazhdojë një proces i këtij dhe degenerimit të dinjitetit kombëtar, të vlerave kombëtare. Duhet të jetë një çështje e qartë se politika i ka fazat e veta. Ne ende nuk e kemi shpenzuar të gjitha mjetet politike që të vijmë te esenca, pra e drejta e vetëvendosjes. Për shkak se kjo drejta është e patjetërsueshme, Jugosllavia u shkatrua ta përsërisë mendimin dhe të gjithë ne fitojmë drejtën e vetëvendosjes. Mirë po nga aspekti teorik, duhet të ekzistojë një subjekt politik që e kërkon atë drejtë të vetëvendosjes. Në Maqedoni jemi të përçarë në parti politike dhe tash duhet të përfundoj faza e një uniteti politik të subjektit politik shqiptar dhe bashkarisht ta vendosim atë pozicion unik politik dhe kombëtar të shqiptarëve dhe bashkarisht ta shtojmë kërkesën e vetëvendosjes. Pastaj është çështje tjetër se si çka do të bëjmë ne me atë drejtë të vetëvendosjes, do të mbetemi aty apo do të kërkojmë bashkime të tjera apo modalitete të tjera. Pra, nëse nuk piqet në këtë drejtim fenomeni politik në Maqedoni, atëherë do të kemi ngatresa të mbrëmshme politike mes veti dhe përfundimisht do të zvetnohet subjekti që i kërkon drejtën e vetëvendosjes. Ne procesin e politike drejtojmë në atë vijë që të arrijmë një platformë unike politike dhe kombëtare dhe të krijojmë atë pozicion të përbashkët dhe unik nga aspekti unik të kërkojmë atë drejtë që parapërcen zotëriu. Pyetje tash për zotin Abdurrahman Haliti, thotë si e ndjen zoti Haliti veten para këtyre skenave rrëqetëse që i pam në ekran dhe a nuk janë flamuri pranimi i shqiptarëve si kom dhe universiteti, tri elementet kryesore që është dashur të jeni në një front të përbashkët të gjithë ju politikanët shqiptar? Përgjigjem drejt për drejt e ndjej veten njësoj si çdo shqiptar tjetër. Skenat për mua nuk janë as më pak as më shumë rënqetëse se sa janë për të gjithë tjerë. Tjetër është çështja se kur, në çë mënyrë dhe si shtrohen problemet me peshë të cilat shikuesi ose shikuesja i parashtron. Ne mund të flasim edhe bukur edhe rrjedhshëm për dëshirat tona dhe më merr mendja se as pak nuk dallohemi në atë çka duam.